Vota pro, kryetarit Sali Berisha, 37.341. Vota kundër, 1.055. Vota abstenim, 506. Suksese kryetarit Sali Berisha për rikonfirmimin e tij në detyrën e kryetarit Partisë Demokratike. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Siç e ndoqët festë e madhe në Partinë Demokratike, pasi zonja Vokshi shpalli numrin e njerëzve që kishin votuar, shpalli si thua fitoren e zotit Sali Berisha, shpërthyen fshek zjarret më shumë se shpërthejnë edhe në vitin e ri. Tejkalohen edhe fshek zjarret e vitit të ri. Është zgjedhur lideri i ri i kësaj partie, i ri dhe i vjetër, njëkohësisht, zoti Sali Berisha me mandat deri në vitin 2030. Pra, në fund të këtij mandatit, e tjetri të vi pastaj, ai do të jetë 86 vjeç. Për diskutuar për këtë zhvillim, por dhe për çështje të tjera të aktualitetit politik, unë me zotin Bamir Topi jam për këtë çështje, po dhe pjesë e dytë, po për këtë çështje, në pjesën e tretë do të kemi problematika të tjera të aktualitetit. Së pari, unë jam në studio me ish presidentin e Republikës, ish funksionar shumë i rëndësishëm i Partisë Demokratike, një nga drejtuesit e saj, si thuhesh në kohë, zotin Bamir Topi. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit. Ndoqët të fshek zjarret dhe rezultatin e keni ndjekur sigurisht dhe ne këtë kemi shënuar ja si e prijetoi Bamir Topi fitoren e doktorit. Tani zoti Topi, vërtet, sinqerisht, si e prijetuat ju zgjedhjen e doktorit? Dhe sa herë keni parë në jetën tuaj zgjedhjet e doktorit në krye të PD-s? E keni parë nga brenda, se nga jashtë e ke parë gjithmonë? Ylli, sinqerisht jam përgjigj ftesës suaj me respekt ndaj emisionit tuaj. Pasi sinqerisht ju them që nuk do kisha dëshirën më të vogël të rikthesha për të komentuar profilin e kryetarit të përjetshëm të Partisë Demokratike. Edhe të ri dhe të përjetshëm. Gjithsesi, unë jam këtu në respekt të komunikimit me ju, me median, me publikun. Më vjen keq që nuk i kam përjetuar ato momente hare të fshek zjarreve. Është keqardhje e madhe shumë që si kam përjetuar dhe fal jush, po i shikoj tani. Se për të pari pati këto? Po, për herë të parë. Gjithë media. Për herë parë tek ju. Është një emocion i veçantë, po luma i që i ka parë kështu live. Tjerët pasaj sigurisht emocionet fillojnë dhe bien. Ju më bët një pyetje që si e keni përjetuar do në sa gara, në të gjitha garat. Gjitha garat. Tu i kam qenë. Sigurisht, nuk mund të them që Partia Demokratike ka pas një demokraci në standarde, por gjithsesi ekzistonte një frym që konsiderohesh me alternativa, mendimi, sepse... Alternativ mendimi, thodi? Absolutisht alternativ mendimi, sepse në vendimarrje nuk besoj të ketë njeri të thotë që në garë me Berishën mund të fitonte. Sepse ka qenë ndërtuar në mënyrë të tillë që ai kishe kontroll absolut mbi strukturat edhe mbi votën e demokratëve. Por ajo që më ka met në mendje është edhe në momentin kur ai është larguar me dorëheqje, është zhvilluar një garë në kushtet e anormalitetit midis të Ndjerit Oldashi dhe zotit Basha.
nëse ju kujtohet, çdo votues që shkonte për të votuar, ishte identifikuar me numrin e serisë. Te ky votim. Pra përfitoro se në çfarë niveli fyerje shkonte raporti midis Sali Berishës dhe antarëve të Partisë Demokratike. Jam i qartë, bile mua më kujtohet zoti Topi, unë kisha miqësi shumë të afërt me të nderin Oldashi, ishim miq edhe miq familje. E kujtoj, kujtoj. Ai ishte zëvendës kryeredaktor i gazetës Siberian, atëherë Albania. Në atë kohë dhe pastaj kaloi në parti fort të gjitha dhe kemi bërë një debat se sherën e zbënim kur, unë me Boldashin, të Vjuvenilia këtu të Pylli, Nazuri dhe Vesa, unë e kam të reguar njërë, këtë Nazuri një vese madhe, lartë, sepse ai thoshte që unë vajtet e doktorin dhe më tha unë nuk ndryj. Të me Lulzim Bashën, me ishe ndryri bëri qatë desha i, kuptohet, të gjithë e dim. Që u thash është Dhe më tha, unë kam garancin. Pikrisht për këtë shkak ti nuk e ke garancin i tash. Që i të ka thënë, ti ke shkuar i ke thënë kështu. Shumë mendon të Oldashi që kishte garanci Fat keq në engën dhe vesën e mëngjesit mbi shpinë dhe ati nuk ju mbush mendja që nuk ishte kështu. Iku me idenë, derisa ndodhi në procesi votimit e gjithë dhe fitoi zoti Luli Basha, që ti e që ai do fitonte. Por ati ju mbush mendja pikrisht aty, ndonjëherë jo vetëm te i ndjeri Oldashi, po te të gjithë, vjen ideja pa mirë që po të bëhemi ne, të vim ne diku, gjërat janë ndryshe. I mendojmë ndryshe, i mendojmë vërtet realisht, i mendojmë mirë më. Dhe Oldashi kështu e mendonte. Që doktori ishte në një pozicion që po e linte të hapur këtë garë. Dhe Nazuri vese madhe, se çfarë një vese madhe atë natë dhe ai nuk u bind me argumentat që i dhash unë, por pastaj u mbi zgjedhje dhe Luli Basha u bë. Por ndoshta kështu ka qenë, nuk dua të justifikoj, relativizoj dhe justifikoj asnjë, po ky sistemi ynë demokratik është një shfaqje qesharake pa mirë në të 35 vitet. Është një turp i madh që ne kemi luajtur një komedi. Për shembull në kohën e Hoxhës në diktaturë, një nga diktaturat më të mëdha të Evropës Lindore, nuk kemi luajtur komedi. Rinim të strukur e të gjithë aty, kishim i shpresë që se dinim ç'ishte, ç'a do vinte, po këtu tani ne u bëm të gjithë komedian. Ne u bëm komedian si popullore. Si e mendon ti këtë se ndoshta edhe doktori ka drejt. Ka hipur mbi një popull komedian, ne, mua, ty. Për shembull ti ke qenë një njeri, je përpjekur ti je korrekte, të gjitha ke patur përplasjet e tua me Sali Berishën. Ty mund thuhet më pak nga të tjerët, shumë më pak. Të ngarkohesh sot. Por, për shembull, po shikoj deklaratat e Tritan Sheut. Edhe tani, edhe deklaratat e tjerëve. Ose deklaratat që bënim disa muaj më parë një pjesë e njerëzve aty. Janë tani bashkuar dhe bërtas. Është situatë komplekse. Pra, unë nuk e di kush do ta marrë përsipër të analizoj nëpërmjet një vepre që do të vlente shumë për historinë e tranzicionit politik në Shqipëri, për të analizuar politikisht e çurinë e Partisë Demokratike në 35-36 vite dhe specifikisht figurën e Sali Berishës. Unë mendoj që mbas kaq vitesh është e zauruar mundësia për ta analizuar politikisht Sali Berishën. Unë mendoj që është e zauruar gjithçka. Nuk ka mbetur asgjë pa u thonë. Asgjë. Kam folë, unë keni folë ju, kanë folë të tjerët, janë bërë debate. Historia është që ai është aty. Në rast unë do flisja sot. Po, duhet jetë aty se. Ndryshe. Do ta je ka një pronë atë. Ndryshe nga herët e tjera, ndryshe, absolutisht. Mos mendoti që edhe më parë nuk e kam pas këtë mendim. Qartë. Por vjen një moment kur njeriu në ezaurim të argumenteve të tjera nxjerr dhe atë që ka rezervë brenda vetes. Sot
duhet folur më shumë për strukturën karakteriale të Sali Berishës. Sepse politikisht thash gjithçka është mbyllur, është ezauruar. Ai nuk është më një figurë politike për mua. Saliu. Ai është një ekspresion, një shprehje e një karakteri i cili ka lindur me të, patjetër, ka pasur modifikimet veta gjatë periudhës kur ai ka qenë i ri, dhe pastaj kur është futur në lëvizjen studentore, patjetër ka ditur të ekspozoj qëllime që ishin të dashura për njerëzit. Absolutisht. Por ai vetvete ka pasur një karakter i cili filloi të dalë kohë pas kohe dhe sot është absolutisht i ekspozuar në publik. Por nuk mbaro problemi këtu. Problemi nuk është thjesht një individ. Se një individ mund të luajë menç në mënyrën e vet. Problemi është si është raporti me të tjerët. Ne kemi një defekt të madh si shoqëri. Dhe kjo nuk vlen thjesht në raportet e Sali Berishës me antarët e Partisë Demokratike, me elektoratin, me shoqërinë në përgjithësi. E njëjta gjë ndodhet në krahun tjetër. Ja, qartë, të zbres aty. Jo, jam duke folë për strukturën e shoqërisë. Qartë. Pra unë nuk di një shoqëri tjetër, qoftë ballkanike, qoftë në Europë, që të jetë orientuar kaq keq me projeksionin e të ardhmes tij. Okej, në komunizëm, sepse ishte një forcë e madhe që vite nga ndarja e botëve të perëndimeve të lindjes, mas luftës së dytë botërore, erdhi dhe u instalua me të gjithë fizionominë e tij vrastare si komunizëm. Po ju e thatë me drejtë. Ishte një raport që secili e ndërtonte në kujdesin e tij. Po. Por sot ne kemi një pluralizëm të modifikuar nga dy individ absolutisht, dhe kam të drejtë të flas, sepse kam folë në 2008 fort për këtë punë, për ndryshimin e kushtetuese. Dhe cili është dallimi? Dallimi është ky, që njëri vjen si produkt i një familje të varfër fshatare të provincës së thellë, me të gjithë mentalitetin, strukturën karakteriale njeriu e ka për vetën e tij, por me formimin e tij, me të gjithë atë dinamik të formimit të personalitetit të tij, tjetri vjen si produkt i një familje komuniste, intelektuale, me një njeri që ka qenë në krye si zëvendës si Nezhmia Hoxhës. E kam fjalën për zotin Krista Qarama. Pa, e një artist i mirë. Absolutisht, nuk flas për figurën. Si figurë, po ata kështu kanë... Shiko, e kam të justifikoj e relativizoj asnjë gjë. Shiko, të lutem. Por Ismail Kadareja, drejtori Golli, që jetonin dhe në këtë mënyrë artistët. Unë nuk po megjithatë, unë jam duke folë jo, jemi okay. Atë që ka ndodhur, keni drejt. Kanë ardhur nga... Po jam këtu unë... Kanë ardhur nga... Jam pas pak është Berisha një aset i vyer për Edi Ramën. Absolut. Dhe aty do të hyjë aty. Po pritëm të mbetemi në një moment këtu.